Besimtarët bektashian kanë festuar sot një ndër ditët më të shënuara të kalendarit të tyre, ditën e Hashures. Kjo festë shënon një prej momenteve më të rëndësishme të bektashinve, betejën e famshme të Qerbelas, ku 72 vetë ranë dëshmor. Na priv dashuria dhe mirësia e libetit. Dita e salit të çojë arsye njerëzore. Letroj lutjes Zotit të Madhrueshëm që të bekojë njerëzimin mbar për të jetuar në harmoni të përjetshme. Në krye gjyshatën botërore kanë përcjellur urime besimtarët, drejtues të shtetit, ambasadorë dhe personalitete të ndryshme, si dhe qytetarë të cilët kanë shijuar edhe elementin tradicional të kësaj dite, atë të Hashurës. Në këtë ditë plot kuptim për bektashit, ku përkujtohen të gjithë luftëtarët që luftuan për liri, patjetër që jap të gjithë urimet për çdo besimtar. Mund ta konsiderojmë një ditë të mrekullive të mëdha në jetën shpirtërore të botës islamike, por dhe një ditë universale. Realisht është një ditë e cila dëshmon se jo vetëm komunitetit bektashi, por gjithë komunitetet shqiptar, i gjithë kombi shqiptar, brenda dhe jashtë kufive, ka shumë më tepër nevojë për ëmbëlsi në jetën e tyre. Holy day, it's a very significant day. Kjo është një ditë shumë e shenjtë dhe gjithashtu shumë domethënëse, dhe për këtë arsye kam ardhur në mënyrë që të tregoja edhe të tregoja nderimin tim. Gëzuar ditën e Ashurës, sa më shumë paqe, gëzim, begati këtë vit. Për t'i përcjellur urimet e kësaj dite kanë qenë të pranishëm në krye gjyshatë edhe kryetari i komunitetit mysliman shqiptar Haxhi Selim Muça, kreu i kishës ortodokse Janullatus e të tjerë. Dita e Ashurës festohet në ditën e 11 të muajit Muharrem, sipas kalendarit hënor, dhe është një nga festat më të rëndësishme për besimtarët bektashian pas festës së Sultan Nevruzit.